Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu dhe Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha kanë certifikuar këtë të enjte 77 oficerë të rinj sigurie që do të shërbejnë në institucionet e arsimit parauniversitar. Ministria Manastirliu u shpreh se numri i oficerëve të sigurisë do të rritet në vijim, duke përfshirë për herë të parë edhe arsimin profesional. Universiteti e Qerem Çabej në Gjirokastër u akordon titullin doktor honoris causa dy drejtuesve të Universitetit të Maqedonisë Perëndimore. Këto titull u dorëzuan nga rektori Jaho Cana, i cili vlerësoi kontributin e këtyre akademikëve në forcimin e bashkëpunimit në fushën e arsimit ndërkombëtar mes dy institucioneve akademike. Në Luzat të Tepelenës, një grua ka zgjedhur të ndërtojë jetën e saj mes bledhve. Blerina Rodi është shembulli një femre që pasionin e ka kthyer në profesion. Ajo sot kujdeset për mbi 50 koshere dhe synon ta zgjerojë aktivitetin, duke treguar se edhe në zonat rurale ngrihet ekonomia familjare. Kur pasioni dhe arti i drugdhëndjes injektohet nga familja tek fëmijët. Kjo është historia e Vivaldo Nurçes, 8-vjeçarit gjirokastrit që po ecën në gjurmët e paraardhësve të tij. Vivaldo konsiderohet si shembulli më i mirë se si zanati mund të ruhet e të përcillet brez pas brezi. Ju njohim tani më gjerësisht Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu dhe Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha kanë certifikuar këtë të enjte 77 oficerë të rinj sigurie që do të shërbejnë në institucionet e arsimit parauniversitar. Ministria Manastirliu u shpreh se numri i oficerëve të rinj do të vinë në rritje, duke përfshirë për herë të parë edhe arsimin profesional. Ministria e Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë së Ministrisë së Mbrojtjes certifikuan sot 77 oficerë të rinj sigurie që do të shërbejnë në institucionet e arsimit parauniversitar. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast ishin të pranishëm Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, oficer sigurie, mësues dhe prindër, përfaqësues të këshillave të prindërve. Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu tha se këta oficerë do të shërbejnë në institucionet arsimore duke garantuar më shumë siguri për nxënësit. Roli i oficerëve të sigurisë në shkolla është një prej roleve më të rëndësishëm sot. Duhet që edhe më shumë të rrisin vigjilencën, duke fuqizuar instrumentat e sigurisë në shkollë, duke garantuar mirëqenien e fëmijëve tanë. Roli i oficerëve të sigurisë sa vjen dhe shtohet dhe bëhet edhe më i rëndësishëm. Dhe rëndësi të madhe ka edhe fuqizimi dhe formimi i oficerëve të sigurisë. Ndaj për ne, bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, me Ministrinë e Brendshme, është shumë i rëndësishëm. Dhe po punojmë gjithashtu së bashku për të përmirësuar dhe kurrikulën, e cila më pas sjell dhe certifikimin e oficerëve të sigurisë, një kurrikul e cila do të riorganizohet dhe do të riorientohet drejt atyre instrumentave që sot më shumë se asnjëherë krijojnë mundësinë që të kemi më shumë parandalim të fenomeneve të dëmshme. Është shumë e rëndësishme që ne të kujdesemi për atë që është qëllimi parsor i sistemit arsimor, për edukimin e fëmijëve tanë, dhe nga ana tjetër të sigurojmë që përmes instrumentave dhe mekanizmeve që ne vendosim, të mundet që të garantojmë sigurinë dhe mirëqenien e tyre. Duke përshëndetur 77 oficerët e rinj të certifikuar nga Akademia e Sigurisë, Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se u hodh një hap i rëndësishëm me certifikimin e oficerëve të rinj të sigurisë. Me paketën Siguria në shkolla po ndërtojmë një sistem ku arsimi cilësor dhe siguria ecin bashkë çdo ditë në çdo shkollë të Shqipërisë. Këta oficerë nuk janë thjesht një prani, por pika e parë e reagimit gjithmonë pranë nxënësve, mësuesve dhe prindërve. Kjo nisëm do të vazhdojë. Dhe ne përtej masës administrative, përtej angazhimit politik, do të jemi dhe në vazhdim dhe në vijim për të ndjekur edhe rritjen e pagës së këtyre oficerëve të sigurisë për të përmbushur misionin e sigurisë në shkolla. Një nga projektet e qeverisë shqiptare është dhe projekti Smart City, të cilin neve kemi dhënë si zotim që do ta nënshkruajmë
brenda vitit 2026 dhe zbatimi i tij do të fillojë shumë shpejt. Janë përmbushur të gjitha direktivat e qeverisë. Ky do të jetë edhe një gur themeli akoma më i madh për rritjen e sigurisë në shkolla, që çdo gjysh, çdo prind, çdo nën, çdo baba të ketë siguri për fëmijët e tyre dhe të jetë komfort për mjedisin ku ata jetojnë. Në fund, Ministria Manastirliu tha se teknologjia dhe inovacioni po bëhen pjesë e zgjedhjeve për rritjen e sigurisë në shkolla. Universiteti e Qerem Çabej në Gjirokastër u akordon titullin doktor honoris causa dy drejtuesve të Universitetit të Maqedonisë Perëndimore. Këto tituj u dorëzuan nga rektori Jaho Cana, i cili vlerësoi kontributin e tyre në forcimin e bashkëpunimit në fushën e arsimit ndërkombëtar midis dy institucioneve akademike. Profesor doktor Theodoros Theodulidis, rektori i Universitetit të Maqedonisë Perëndimore dhe profesor doktor Eleni Griva, zëvendës rektore për marrëdhëniet ndërkombëtare në të njëjtin universitet, janë vlerësuar sot me titullin doktor honoris causa nga Universiteti i Gjirokastrës. Të dy akademikët kanë vlerësuar bashkëpunimin mes dy institucioneve, i cili pas një dekade u kurorëzua edhe me çeljen e programit në doktoratur, edukim dhe shkenca humane. Për mua veçanërisht është një nderim i veçantë të marr këtë titull nga një universitet me të cilin bashkëpunojmë prej vitesh. Edhe në fjalën që mbajta theksin e vendosat e rëndësia e universiteteve vendore në ndërtimin e komuniteteve të qëndrueshme akademike, të hapura ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përgatitjes së brezave të rinj me vizion europian. Është nderim i veçantë që të marr këtë titull në Universitetin e Gjirokastrës që lidhet me bashkëpunimin 10-vjeçar mes dy universiteteve. Gjatë këtyre viteve kemi bërë veprimtari të llojeve të ndryshme dhe kjo arriti kulmin në hapjen e programit të doktoraturës, i cili besoj do të jetë një model për të gjithë bashkëpunimin midis dy vendeve fqinj. Bashkëpunimi në këtë fushë do të krijojë mundësi të shumta bashkëpunimi në fushën e kërkimit dhe zhvillimit, sidomos në atë ndërkulturor, dhe do të ndihmojë jashtëzakonisht shumë në ndërkombëtarizimin e Universitetit të Gjirokastrës. Ky titull akordua me vendim të Senatit Akademik të Universitetit e Qerem Çabej në vlerësim të kontributit të tyre të jashtëzakonshëm në arsimin e lartë dhe në forcimin e bashkëpunimit akademik ndërkombëtar. Dy këto personalitete që marrin sot titullin doktor honoris causa e meritojnë me plot kuptimin e fjalës, për shkak se ata kanë qenë shumë të gatshëm për të realizuar një doktoraturë të tillë. Të kemi parasysh faktin se kishim shumë vakume ligjore të dy vendeve për të arritur në një konkluzion dhe për të dalë mbi këto pengesa burokratike për realizimin përfundimtar të kësaj doktorature. Është vërtet një sukses shumë i madh në kuadrin e ndërkombëtarizimit të universitetit, jo vetëm Gjirokastrës, por është një sukses mbarkombëtar në ndërkombëtarizimin e universiteteve shqiptare. Ceremonia u ndoq nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë, autoritete vendore, përfaqësues diplomatik, staf akademik dhe student. Partia Socialiste në qarkun Vlorë në këto zgjedhje ka mundur të marrë një rezultat spektakolar duke çuar në parlament 9 deputet. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në këtë qark, Bledi Çuçi, në një takim falënderimi së bashku me skuadrën fituese, ka shprehur mirënjohjen për të gjithë strukturat e Partisë Socialiste, por edhe për ata që besuan tek programi Edi Ramës për një Shqipëri europiane. Falënderim për këtë ekip mrekullueshëm të kandidatëve tanë. Ka qenë një ekip, një mozaik që, siç e kemi thënë që ditën e parë, ka përfaqësuar çdo njërin nga ju. Çdo kush në Vlorë, në qarkun e Vlorës e ka gjetur njeriu që do donte të ishte në parlament dhe ta përfaqësonte atë. Dhe këtu ne vim si një skuadër pavarësisht nëse janë ke pjesa fituese apo kandidat të cilët nuk arritin të merrnin votat e mjaftueshme për të qenë deputet, por pa diskutim që jemi një skuadër dhe jemi të gjithë fitues. I gjithë ky ekip do jetë ekipi që do bëjë të mundur që këto 4 vite në qarkun e Vlorës
ne të vazhdojmë këto punë të mrekullueshme dhe ta çojmë përpara këtë projekt jashtëzakonshëm të transformimit të Vlorës, të këtij qarku të mrekullueshëm, një qark me një potencial që akoma nuk kemi zbuluar 20-30% të tij. Kemi shumë për të zbuluar, kemi shumë për të bërë dhe unë jam i bindur që me këtë skuadër do të ecim shumë përpara. Shumë faleminderit të gjithëve dhe jemi të gjithë fitues të gjithë pjesë të ekipit. Dhe me këtë dolli të fundit, dua t'ju them që ne këtu edhe e gjithë skuadra e Partisë Socialiste jemi borxhli ndaj Vlorës. Dhe mandati 9 na ka futur në një përgjegjësi shumë të madhe që do mundohemi me gjithçka kemi në dorë që ne ta justifikojmë këtë besim që na ka dhënë Vlora. Dhe unë jam i bindur që ne jo vetëm që do justifikojmë, por kur të vim prapë mbas 4 vitesh këtu për të kërkuar votën e shqiptarëve, do kemi të sigurt të nëntin dhe do luftojmë për një mandat tjetër. Në Luzat të Tepelenës, një grua ka zgjedhur të ndërtojë jetën e saj mes bletëve. Blerina Rodi është shembulli i një femre që pasionin e ka kthyer në profesion. Ajo sot kujdeset për mbi 50 koshere dhe synon ta zgjerojë aktivitetin, duke treguar se edhe në zonat rurale mund të ngrihet ekonomia familjare. Blerina Rodi nga fshati Luzati i Bashkisë Tepelen, prej më shumë se 5 vitesh, është angazhuar me pasion në bletari, fillimisht për kosheret kujdesej bashkëshorti i saj, por me kalimin e kohës, ajo e gjeti veten në këtë punë që sot e konsideron më shumë se një pasion, një mënyrë jetese. Kur kam ardhur këtu, që jam njohur me bashkëshortin tim, bashkëshorti i ka pasur bletët, dhe duke ardhur ai gjithmonë në punë, aty më filloi dhe mua sepse vija me të e ndihmoja dhe fillova dhe unë. Edhe kam 5 vjetë që unë e bëj këtë punë. Pas nesh ka filluar dhe vajza jonë që është 16 vjeç dhe ajo i ka shumë qef dhe i ka shumë pasion. Vjen i ushqen, vjen i kontrollon, vjen u bësh shërbime. Aktualisht, bletritësja Blerina numëron mbi 50 koshere dhe nuk ka ndërmend të ndalet. Ajo e konsideron këtë aktivitet të vështirë, por njëkohësisht të bukur dhe të vlerësuar. Kemi rreth 50 copë, mendojmë se do t'i shtojmë akoma, sepse është një punë që e kemi pasion, e kemi shumë qef, kërkon punë të madhe, kërkon investim të madh, sepse ne ilaçet që u marrim, nuk i marrim këtu në Shqipëri, na i sjellin nga jashtë. Normal që bleta nuk afron këdo. Kërkon të kesh një pasion, të vish ta bësh me kënaqësi punën tënde, sepse nëse nuk ke pasion, nuk ke dashuri për to, dhe këto vetvetiu nuk të qasin në punë. Ajo shprehet se kërkesat për mjaltin janë të larta, madje edhe nga jashtë vendit. Prodhimi si vjetë nuk ka qenë dhe aq i mirë, por shpresojmë që do rregullohet, do marrim prodhim. Jo shumë, por sa për veten tonë. Harrini tash ishte? Po, kemi mjaltin që neve kemi, harrin dhe në Amerikë. Kemi disa klientë që vinë e marrin dhe janë shumë të kënaqur. Biles kemi raste që nuk i furnizojmë dot. Ngelemi të pa... Na ngelen klientët tanë që nuk u përgjigjemi dot. Me përkushtim, durim dhe dashuri për natyrën, Blerina Rodi po tregon se edhe në zonat rurale, punët e vështira mund të kthehen në pasione që japin fryte të qëndrueshme. Policia kufitare Kakavies ka goditur një rast të mosdeklarimit të hollave në kufi si dhe një rast të falsifikimit të dokumentave. Sipas bluve të kufirit, bëhet e ditur se brenda një autobusit të një agjencie u gjetën të fshehura 74.240 euro dhe 15 dokumente të ndryshme të dyshuara të falsifikuara, ndërkohë që në pranga u vu drejtuesi autobusit dhe një punonjës i agjencisë, si dhe u procedua penalisht drejtuesi tjetër i autobusit.
Policia kufitare dhe strukturat e drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër kanë finalizuar me sukses operacionin e koduar pa identitet, duke goditur një rast të mosdeklarimit të hollave në kufi dhe një tjetër të falsifikimit të dokumentave. Në dalje të vendit gjatë kontrollit të imtësishëm të një autobusi të një agjencie udhëtimi që drejtohej nga shtetasi AL 32 vjeç, banues në Tiranë, u gjetën të fshehura 74.240 euro dhe 15 dokumente të dyshuara si të falsifikuara, përfshirë karta identiteti franceze, leji qëndrimi për Greqi dhe Gjermani, si dhe 4 aparate celular. Si rezultati veprimeve hetimore, u arrestua në flagrancë shtetasi AL dhe KG 41 vjeç, banues në Tiranë, punojësi i agjencisë dhe dërguesi i dokumenteve false. U procedua penalisht drejtuesi tjetër i autobusit, shtetasi AG 57 vjeç, banues në Dimal, ndërsa u shpall në kërkim pronari i agjencisë së udhëtimit, shtetasi JK 73 vjeç, banues në Greqi, i dyshuar si pritësi i shumës së parave. Të gjithë personat janë në hetim për vepra penale që lidhen me mosdeklarimin e të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi, falsifikimin e dokumentave, si dhe pastrimin e produkteve të veprës penale. Materialet ju referuan prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme procedurale. Kur pasioni dhe arti i drugdhëndjes injektohet nga familja tek fëmijët, kjo është historia e Vivaldo Nurçes, 8 vjeçarit gjirokastrit që po ecën në gjurmët e paraardhësve të tij. Vivaldo konsiderohet shembulli më i mirë se si zanati mund të ruhet dhe të përcillet brez pas brezi. Në qytetin historik të Gjirokastrës ku guri dhe druri flasin për kohra të shkuara, një djalë i vogël po rritet me pasionin për një nga zanatet më të vjetra të këtij qyteti, drugdhëndjen. Vivaldo Nurçe, vetëm 8 vjeç, është shembulli më i mirë se si trashëgimia kulturore mund të ruhet e të përcillet brez pas brezi, që në moshë të vogël, Vivaldo ka ndjerë një dëshirë të veçantë për t'i dhënë formë drurit. Ai veçon sidomos lulet, gjethe, zogj dhe simbolin ton kombëtar shqiponjen dy krenare, të cilat mundohet t'i skalis me kujdes dhe përkushtim në copa druri, edhe pse shpeshherë baba i tij e pengonte nga frika e mjeteve të punës. Vivaldo gjente gjithmonë mënyrën për të marrë daltën dhe veglat e tjera, duke lënë gjurmët e tij të para artistike. Kur isha i vogël, u vjen babi dhe shoja, po ai nuk më linde. Pse nuk të linde? Se kishte frikë se mos vritishja. Po ai s'po lënte dhe kur ikët të babi unë shpunoja fshera si. Ke dëshirë ti marrësh edhe shokët ti sjellësh këtu te punishja e babit edhe të punoni të gjithë bashkë? Po, kam qef. Por ty është më mirë që të rish në telefon apo të rish të punosh këtu në këtë punishte? Të rish të punoj këtu në punishtje. Çdo ditë që vjen në shkolla, vjen në punë e babit dhe punoj. Më pëlqen shumë kjo punë dhe kur të rritet do të bëjmë si babi. Do të punoj dhe unë me turista. E që të kredoj atyreve, gjërat e bukura që kemi në qytetin tonë. Gjatë pushimeve verore, Vivaldo ka planifikuar të kalojë më shumë kohë në punishten modeste të jatit. Puna në dru nuk është thjesht një lojë për të, është një mënyrë për të shprehur dashurinë për kulturën dhe për të qëndruar pranë rrënjëve të tij. Kur të rritem, kam qef të bëjmë si babi. Ja pushimi verore, unë duhet të vinë punë e babit, të punojmë punë të ndryshme, e t'ju të redoj turistëve të shumë, që edhe një djali vogël mund të realizoj punë të bukura. Dëshira e tij është e qartë që të eci në gjurmët e të jatit dhe të ruaj gjallë artin e drugdhëndjes, duke treguar përmes punës së tij vlerat e trashëgimisë kulturore, historike dhe artit vendas. Shërbimi blu është pjesë e rëndësishme e industrisë së turizmit. Për këtë arsye, Perla e Jugut Saranda këtë vit e ka bërë pjesë të guidave turistike edhe këtë lloj shërbimi. Arben Qipa, kryetari i industrisë së turizmit në Sarandë, thotë se ky lloj turizmi po jep impulse dhe standarde të turizmit në këtë qytet. Anijet e famshme turistike në Sarandë janë kthyer në të preferuarat e turistëve. Edhe pse vizitorët e huaj i pëlqejnë udhëtimet, kryetari i turizmit Arben Qipa thotë se kjo periudhë nuk ka qenë edhe aq e kënaqshme krahasuar me një vit më parë, jo vetëm për anijet, por dhe për restorantet. Ne jemi të gatshëm. Barometri tregon se s'po ngrihet.
Dhe kjo lidhet me pjesën e buxhetit që ata disponojnë, pasi edhe restorantet nuk është se kanë pasur ndonjë xhiro të natyrës aq sa mund të pritet për këtë lloj kategorie. Kështu që na rezulton që nuk ka lidhje kjo periudhë me vitin e kaluar, qoftë në shërbime detare, qoftë në shërbimin e restoranteve, qoftë në shërbime tjera të cilat janë të dukshme. Përveç anijeve turistike, janë edhe skafe të cilat pëlqehen nga turistët që duan të vizitojnë plazhet dhe atraksionet e ndryshme të Sarandës. Po nuk shohim pjesëmarrje të konsiderueshme, do thoshja pjesëmarrja është le themi në nivele të ulta. Janë skafet që punojnë në një farë forme, të cilat edhe skafet të cilat funksionojnë janë me buxhete shumë të ulta, do thoshja deri aty sa mund të mbulojnë kostot. Udhëtimet detare tashmë janë bërë pjesë e guidave turistike, ndërkaq Saranda po mirëpret çdo ditë turist nga e gjithë bota. Festa e midjes rikthehet në Ksamil këtë fundjavë duke sjellë një përvojë autentike mesdhetare që lidhet dhe ndërthuret me gastronominë, kulturën dhe argëtimin në Bregdetin e mrekullueshëm Jonian. Festa e midjes është një nga aktivitetet më të veçanta të sezonit turistik në jug të vendit, pra ajo synon që të promovoj produktin unik të zonës, midjen e liçenit të Butrintit, e njohur për cilësinë e saj të lartë dhe shijen karakteristike. Festa më tipike lokale e midjes këtë fund maj do të kthehet në Ksamil, atje ku është vendi i origjinës së prodhimit dhe i njerëzve të kultivimit të asaj që është cilësuar mbretëresha e liçenit të Butrintit. Lajmin e bën të ditur nënkryetari i Bashkisë së Sarandës Florian Saliu, që edhe vetë është banor i Ksamilit. Festa e midjes, e cila do të finalizojë me një koncert në qytetin e bukur të Ksamilit, së bashku me infrastrukturën e re moderne, ku do të promovohet edhe qyteza e Ksamilit. Ky është një lajm i mirë që rikthehet festa e midjes në qytetin e Ksamilit, aty dhe ku e ka pas origjinën. Kjo festë më e veçanta e Brigjeve të Jugut do të organizohet nga Bashkia në partneritet me bizneset lokale në 2 ditët e fundit të majit 2025. Burimet bashkiake bëjnë me dije se edicioni si vjetshëm i festës së midjes do të organizohet si një festival gastronomie me ekspozim të recetave të shumta të gatimit të midjes alternuar me degustime vere dhe koktejle verore, me aktivitete kulturore dhe artistike për fëmijë të rritur me muzikë live, DJ dhe performanca artistike në peizazhe spektakolare të Bregdetit dhe perëndimeve të diellit përballë ishujve panoramik të Ksamilit. Festa e midjes është më shumë se një event, kjo festë vjen në fakt si një festë për të shijuar natyrën, detin dhe midjen në vendin e cilësuar nga mediat e huaja si Maldivet e Europës. Në Ksamilin e përgatitur për të shënuar bumin e madh turistik të verë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk miru takofshim.